Nga pasditja e shenjtës, nafta me pakicë nuk do të tregtohet më shumë se 203 lek litri. Ky është vendimi i parë i marrë nga Bordi i Transparencës pas rikthimit në fuqi që nga viti 2022, që nga përshkallëzimi i krizës në lindjen e mesme çmimi i naftës për 1 litër pësoi rritje me 41 lek, duke u tregtuar nga 214 deri në 217 lek. Me çmimin tavan të përcaktuar nga Bordi, ulja që ka pësuar nafta në tregun me pakicë është deri në 14 lek. Ndërkohë benzina në tregun me pakicë nuk do të shitet më shumë se 175 lek për litër. Nga fillimi i marsit benzina është tregtuar nga 199 deri në 202 lek për 1 litër, ndërsa ulja e pësuar arrin deri në 27 pikë. Vendimet e Bordit të Transparencës kanë hyrë në fuqi nga pasditja e shenjtës në orën 18:30 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e radhës, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Subjektet e tregtimit të hidrokarbureve të cilat nuk i respektojnë çmimet e vendosura nga Bordi gjobiten deri në pezullim të licencës nëse nuk reflektojnë. Bordi cakton çmimet duke marrë në konsiderat bursën, vlerën në çdoganim, koston e transportit dhe fitimin e kompanive, që do të jetë 3 lek për shumicën dhe 12 lek për litër për pakicën. Si mas lehtësuese, qeveria ka paralajmëruar se do të ulë me 20% akcizën e naftës, nëse çmimi e ka përcen 220 lek për litër. Paralelisht do të vijojë puna edhe e task forces për kontrollin tërësor të sektorit, për të mos lejuar spekulimet me çmimet, por dhe evazionin, si dhe nuk do të ndalet as monitorimi ditor i pikave të shumicës dhe i pakicës.